Në fillim dukej si një mrekulli. Pas viteve të gjata pritjeje, zhgënimesh dhe shpresash të thyer, më në fund ata kishin një fëmijë në jetën e tyre. Një djalë i vogël me sy të thellë dhe buzëqeshje të ndrojtur që ndryshoi gjithçka në shtëpinë e tyre. Por askush nuk e imagjinonte se pas këtij adoptimi fshihej një sekret që do të trondiste gjithçka. Një sekret që kishte filluar shumë vite më parë, në një kohë kur burri i kësaj familjeje ishte ende i ri dhe i dashuruar marrëzisht me një vajzë që më pas u zhduk nga jeta e tij. Vitet kaluan. Ai u martua, ndërtoi një jetë të re dhe mendoi se e kishte lënë të kaluarën pas. Derisa një ditë, një dokument i thjesht në një zyrë adoptimi dhe një detaj i vogël në data dhe emrat bëri që zemra e tij të ndalonte për një moment, sepse djali që ata kishin adoptuar mund të ishte në fakt djali i tij. Dhe nëse kjo ishte vërtet, atëherë jeta që kishin ndërtuar mbi dashurinë dhe besimin mund të ndryshonte përgjithmonë. Arbeni dhe Elira kishin qenë të martuar për gati 10 vjet. Shtëpia e tyre në periferi të qytetit ishte e bukur, e rregullt dhe mbushur me gjëra që tregonin se ata kishin ndërtuar një jetë të qëndrueshme. Librat në raft, fotografitë e udhëtimeve në mur, mobiljet e zgjedhura me kujdes. Por kishte një boshllëk që nuk mbushej dot. Fëmijët. Në vitet e para të martesës, ata nuk mendonin shumë për këtë. Ishin të rinj, të përqendruar në punë dhe në ndërtimin e jetës së tyre. Por me kalimin e kohës, pyetjet filluan të shtoheshin. Në fillim nga familja. Kur do të na bëni gjyshër, pyeste nëna Arbenit me buzëqeshje. Pastaj nga miqt. Do të ishte bukur të kishit një fëmijë, ju shkon shumë. Dhe më në fund pyetjet filluan të vinin nga vetë ata. Ata provuan gjithçka. Vizita tek mjekët, analiza të shumta, trajtime të lodhshme. Çdo herë që shpresa dukej se po rritej, një përgjigje e re negative i rrëzonte përsëri. Një mbrëmje dimri, Elira ishte ulur në divan me një batanie mbi supe. Jashtë po binte shi dhe dritat e qytetit pas dritares dukeshin të zbeta. Arbeni hyri në dhomë me 2 filçan çaji. Ai ul pranë saj dhe për disa minuta nuk folën. Pastaj ajo tha ngadalë: "Po sikur të mos ndodh kur?" Arbeni e pa. Ai e dinte se për çfarë po fliste. "Ne do të jemi mirë," tha ai but. Por ai e dinte që kjo nuk ishte plotësisht e vërtetë, sepse çdo herë që shihte një baba duke mbajtur djalin për dorë në park, diçka në zemrën e tij shtrëngohej. Pas disa muajsh të tjerë përpjekjesh, një mjek u tha diçka që ndryshoi gjithçka. "Ju mund të vazhdoni trajtimet," tha ai, "por shanset janë shumë të ulëta." Ishte hera e parë që ata dëgjuan këtë fjalë kaq qartë. Shumë të ulëta. Atë mbrëmje ata ecën për një kohë të gjatë në rrugët e qytetit pa folur. Dhe në fund Elira tha: "Ka menduar për diçka." Arbeni e pa. Adoptimi. Fjala qëndroi në ajër për disa sekonda. Arbeni nuk u përgjigj me njëherë. Jo sepse nuk i pëlqente ideja, por sepse ishte diçka e madhe. Një fëmijë që ka nevojë për familje, vazhdoi ajo. Dhe ne kemi shumë dashuri për të dhënë. Arbeni e shikoi gjatë. Në sytë e saj kishte shpresë. Një shpresë që ai nuk e kishte parë prej kohësh. Dhe në atë moment ai e kuptoi diçka. Ndoshta familja nuk krijohej vetëm me gjak. "Le ta bëjmë," tha ai. Dhe për herë të parë pas shumë kohësh, Elira buzëqeshi me të vërtetë. Procesi i adoptimit nuk ishte i lehtë. Dokumente, intervista, vizita në shtëpi, çdo hap dukej si një provë. Por ata nuk u dorëzuan. Pas pothuajse një viti pritjeje, një telefonat erdhi nga agjencia e adoptimit. Elira e mbante telefonin me duar që i dridheshin. "Ka një djalë të vogël," tha gruaja në telefon. 3 vjeç. Ai ka nevojë për një familje. Arbeni e pa nga ana tjetër e dhomës. "Si quhet?" pyeti Elira me zë të ulët. "Daniel." Ata shkuan në qendrën e fëmijëve disa ditë më vonë. Dhoma ishte mbushur me lodra dhe zëra fëmijësh. Një edukatore i çoi drejt një këndi ku një djalë i vogël ishte ulur në dysheme duke ndërtuar një kull me kuba. "Daniel," tha ajo but. "Këta janë Arbeni dhe Elira." Djali ngriti kokën. Ai kishte sy të mëdhenj dhe të errët. Ai i pa për disa sekonda, pastaj buzëqeshi pak. Elira ndjeu se zemra i mbushi gjoksin. Arbeni ul pranë tij. "Çfarë po ndërton?" pyeti ai. "Kështjer," tha djali. Arbeni mori një kub dhe e vendosi mbi kull. Daniel qeshi. Në atë moment, diçka e çuditshme ndodhi brenda Arbenit. Një ndjenje e fortë e papritur, sikur ky fëmijë nuk ishte krejtësisht i panjohur. Ai nuk mund ta shpjegonte pse, por kishte diçka te sytë e djalit, diçka që i dukej e njohur. Ai e largoi mendimin menjëherë. Ishte vetëm emocion, por ai nuk e dinte se kjo ndjenjë do të kthehej shumë shpejt dhe këtë herë me një të vërtetë që do të ndryshonte gjithçka. Në javët që pasuan, Daniel filloi të vinte gjithnjë më shpesh në shtëpinë e tyre. Fillimisht për disa orë, pastaj për fundjavë, dhe më në fund për gjithmonë. Dhoma e vogël që dikur ishte përdorur si zyrë u kthye në një dhomë fëmije. Lodra në dysheme, libra me figura, një shtrat i vogël pranë dritares. Shtëpia, që dikur ishte e qetë dhe ndonjëherë e heshtur, tani ishte plot jetë. Qeshje, hapa të vegjël, pyetje pafund. Arbeni shpesh e çonte Danielin në park pas ditëve. Ata luanin me top, ushqenin rosat në liçen dhe hanin akullore në një stol të vjetër. Një ditë, një burr që po kalonte pranë ndaloi dhe i pa për disa sekonda. "Djali bukur," tha ai. Arbeni buzëqeshi. "Po." Burrit i ra në sy diçka. "Ai të ngjan pak," shtoi ai duke qeshur. Arbeni qeshi gjithashtu.
por brenda tij diçka lëvizi përsëri, sepse nuk ishte hera e parë që dikush e thoshte këtë. Edhe Elira njëherë kishte bërë shaka. Ka të njëjtën mënyrë si ti kur ngrys vetullat. Ai gjithmonë e merrte si një rastësi. Derisa një ditë një dokument në dosjen e adoptimit do ta bënte atë të ndalonte frymën. Dhe në atë moment, Arbeni do të fillonte të dyshonte për diçka që dukej pothuajse e pamundur. Sepse nëse dyshimi i tij ishte i vërtetë, atëherë djali që ai kishte adoptuar mund të ishte djali i tij biologjik, dhe sekreti një dashurie të vjetër që ai mendonte se ishte zhdukur për gjithmonë ishte kthyer në jetën e tij në mënyrën më të papritur. Dyshimi nuk erdhi menjëherë si një rrufe. Ai filloi si një mendim i vogël pothuajse i padukshëm. Një ndjesi që Arbeni përpiqej ta largonte sa herë që i vinte në mendje. Por sa më shumë kalonin ditët, aq më shumë ajo ndjesi kthehej. Ishte një pasditë e zakonshme ku gjithçka filloi të marrë formë më serioze. Elira ishte në kuzhinë duke përgatitur darkën, ndërsa Danieli po luante në sallon me një makinë të vogël lodër. Arbeni po kërkonte disa dokumente në dollap, sepse i duhej një kontratë vjetër për punën. Në raftin e sipër ishte edhe dosja e adoptimit. Ai e kishte parë shumë herë më parë, por nuk kishte ndier kur nevojë ta hapte përsëri. Megjithatë atë ditë ai e mori në dorë. Ndoshta ishte vetëm kurreshtje, ndoshta diçka më shumë. Ai u ulë në tavolinë dhe filloi të shfletonte fashet. Dokumente zyrtare, raporte sociale, shënime nga qendra e fëmijëve. Pastaj ai pa një dokument që nuk e kishte vënë më parë me kujdes. Ishte një formular i shkurtër me disa informacione për prindërit biologjik. Emri i nënës ishte i mbuluar për arsye ligjore, por kishte disa të dhëna të tjera: mosha, qyteti dhe një datë. Arbeni e lexoi edhe një herë, pastaj edhe një herë tjetër. Zemra filloi të rrihte më fort, sepse ajo datë përkonte me një periudhë të jetës së tij që ai nuk e kishte menduar prej vitesh. Një periudhë që lidhej me një person që kishte qenë shumë i rëndësishëm për të dikur. Ajo quhej Sara. Sara kishte qenë dashuria e tij e parë serioze. Ata ishin njohur në universitet. Ajo studionte arkitektur, ndërsa Arbeni ekonomi. Ishte një vajzë me flokë të errët dhe një energji që mbushte çdo dhomë ku hynte. Ata u afruan shumë shpejt. Në fillim ishin vetëm shok. Pastaj gjithçka ndryshoi. Ata kalonin orë të tëra duke ecur nëpër qytet, duke folur për ëndrat, për të ardhmen, për jetën që donin të ndërtonin. Sara kishte një mënyrë të veçantë për ta parë botën. Ajo besonte se çdo gjë ishte e mundur. Një ditë do të ndërtojë një ndërtesë që njerëzit do ta kujtojnë për vite, i thoshte ajo shpesh duke qeshur. Arbeni e donte mënyrën si ajo fliste për të ardhmen. Ata qëndruan bashkë për 2 vjet. 2 vite të mbushura me plane dhe emocione. Por jeta nuk është gjithmonë aq e thjeshtë. Në vitin e fundit të universitetit, Sara mori një mundësi për të studiuar jashtë vendit për disa muaj. Ishte një program special në Itali. Ajo ishte shumë e emocionuar. Arbeni ishte krenar për të, por në të njëjtën kohë ai kishte frikë. Distanca është e vështirë për çdo lidhje. Do të kthehem, i tha ajo natën para se të largohej. Dhe gjithçka do të jetë njësoj. Ai e besoi, por gjërat nuk shkuan kështu. Në fillim ata flisnin çdo ditë, pastaj çdo disa ditë, pastaj gjithnjë më rrallë. Derisa një ditë, telefonatat ndaluan. Mesazhet mbetën pa përgjigje. Dhe disa javë më vonë, një mik i përbashkët i tha Arbenit diçka që tronditi. Sara kishte vendosur të qëndronte jashtë vendit, pa shumë shpjegime, pa një lam të mirë të vërtet. Arbeni ishte i shkatëruar për një kohë të gjatë, por jeta vazhdoi. Ai u përqendrua në punë, dhe disa vite më vonë ta i njohu Eliren. Me të gjithçka ishte ndryshe, më e qetë, më e qëndrueshme. Ai mendoi se kapitulli me Sarën ishte mbyllur për gjithmonë. Derisa tani ky dokument në dorën e tij po e hapte përsëri atë histori. Arbeni shikoi përsëri datën në formular. Në atë kohë ai dhe Sara kishin qenë ende bashkë. Një mendim i tmerrshëm filloi të formohej në mendjen e tij. Po sikur, ai u ngrit nga tavolina dhe filloi të ecë nëpër dhomë. Ishte absurde. Ishte pothuajse e pamundur. Por sa më shumë mendonte për këtë, aq më pak e pamundur dukej. Ai kujtoi diçka tjetër. Në muajt e fundit para se Sara të largohej, ajo kishte qenë pak më e heshtur, më e largët. Ai mendonte se ishte stresi i studimeve. Por tani, po sikur të kishte qenë diçka tjetër? Arben? Zëri i Elirës e nxori nga mendimet. Ajo qëndronte në derën e kuzhinës. Gjithçka në rregull. Ai e mbylli dosjen menjëherë. Po thaj, por zëri i tij nuk tingëlloi shumë bindës. Elira e vështroi për një moment. Po kërkoje diçka? Vetëm disa dokumente të vjetra, tha ai. Ajo buzëqeshi dhe u kthye në kuzhinë. Arbeni mbeti aty duke mbajtur dosjen e duar. Ai e dinte se nuk mund t'ia thoshte këtë menjëherë, sepse nëse dyshimi i tij ishte i gabuar, do të krijonte vetëm dhimbje të panevojshme. Por nëse ishte i vërtetë, atëherë kjo nuk ishte vetëm një histori adoptimi. Ishte historia e një sekreti që kishte jetuar për vite të tëra pa u zbuluar. Dhe tani ai kishte filluar të dalë në dritë. Atë natë Arbeni nuk fjeti pothuajse fare. Ai shikonte Danielin që flinte në dhomën e tij të vogël. Djali kishte një mënyrë të veçantë për të mbledhur vetullat edhe kur ishte në gjumë. Një shprehje që Arbeni e njihte shumë mirë, sepse ai e kishte parë në pasqyrë për gjithë jetën.
Është vetëm imagjinat, përshpriti ai, por një pjesë e tij e dinte se nuk ishte vetëm kaq. Dhe të nesërmen në mëngjes, ai mori një vendim që do të ndryshonte gjithçka. Ai do të përpiqej të gjente Sarën, sepse nëse ajo kishte qenë vërtet nëna e Danielit, atëherë përgjigjet që ai kërkonte kishin qenë të fshehura në të kaluarën e tij për më shumë se një dekadë, dhe shumë shpejt e vërteta do të fillonte të shfaqej. Mëngjesi tjetër erdhi i qetë, por brenda Arbenit gjithçka ishte trazuar. Ai ishte zgjuar herët shumë përpara se alarmi të binte. Për disa minuta qëndroi i shtrirë në shtrat duke parë tavanin, ndërsa mendimet i vërtiteshin pa pushim. Në dhomën tjetër dëgjoheshin hapat e vegjël të Danielit që ishte zgjuar dhe po lëvizte lodrat. Elira ishte ende në gjumë. Arbeni u ngrit ngadalë dhe shkoi drejt kushinës. Danieli ishte ulur në dysheme me një kuti plot me makina lodër. Babi, tha djali me gëzim sapo e pa. Arbeni buzëqeshi automatikisht. Kjo fjalë ende i duke e re, por në të njëjtën kohë ishte bërë pjesë e jetës së tij. Mirëmëngjes kampion, tha ai duke ulur pranë tij. Danieli po përpiqej të ndërtonte një rrugë të gjatë me copa plastike. Shiko, tha ai, kjo është gara. Arbeni mori një makinë të kuqe dhe e vendosi në fillim të rrugës. Por ndërsa po luanin, ai nuk mund të mos e vështronte djalin me kujdes. Forma e syve, mënyra si qeshte, edhe mënyra si mbante kokën kur përqendrohej. Sa më shumë e shikonte, aq më shumë dyshimi rritej. Ishte një ndjenje e çuditshme. Ai e donte Danielin si djalin e tij tashmë. Por ideja se ai mund të ishte vërtet djali i tij biologjik të bënte gjithçka edhe më të thellë dhe më të ndërlikuar. Pas mëngjesit, Elira u përgatit për punë. Ajo ishte mësuese dhe zakonisht largohej nga shtëpia rreth orës 8. Para se të dilte nga dera, ajo përshafoi Danielin. Do të marr nga kopshti pas dite, i tha. Pastaj ajo ju afrua Arbenit. Mos haro takimin në bank, tha ajo. Arbenit unte kokën. Ajo e puthi lehtë në faqe dhe doli nga shtëpia. Sa po dera u mbill, Arbeni ndjeu përsëri peshën e mendimeve. Ai e çoi Danielin në kopsht dhe gjatë gjithë rrugës djali fliste për një vizatim që kishte bërë një ditë më parë. Arbeni e dëgjonte, por mendja e tij ishte diku tjetër. Kur e la në derën e kopshtit, Danieli e përshafoi fort. Mos u vono, tha ai. Nuk do të vonohem, u përgjigj Arbeni, por ai e dinte se dita e tij do të ishte shumë e gjatë. Në vend që të shkonte në punë menjëherë, Arbeni ndaloi në një kafene të vogël pranë zyrës. Ai mori një kafe dhe ul pranë dritares. Në dorë mbante telefonin. Për disa minuta ai thjesht e shikonte ekranin. Pastaj shkroi një emër në kërkim. Sara. Ishte një emër i zakonshëm dhe rezultuan shumë profile. Ai provoi të kujtonte mbiemrin që ajo kishte përdorur në universitet. Kur më në fund e shkroi, zemra i rahu më fort. Disa sekonda më vonë, një profil u shfaq në ekran. Fotografia ishte një gruaje rreth të 30-tave. Flokë të errët. Sytë e një që ai kujtonte. Ishte ajo. Arbeni ndjeu një ndjesi të çuditshme. Ishin kaluar më shumë se 10 vjet që nga hera e fundit që e kishte parë. Në profilin e saj kishte pak informacion. Ajo jetonte ende jashtë vendit për disa vite, por sipas një postimi të fundit, ishte kthyer në Shqipëri rreth 4 vite më parë. Ai vazhdoi të shfletonte. Fotografi nga udhëtime, punë arkitekture, ndërtesa dhe projekte. Por kishte diçka që ai kërkonte dhe nuk e gjente. Asnjë fotografi me fëmijë, asnjë përmendje për familje, asgjë. Arbeni mori frymthe. Një pjesë e tij donte ta mbyllte telefonin dhe të harronte gjithçka, por një pjesë tjetër nuk mund ta linte këtë mister pa përgjigje. Ai shtypi butonin për të dërguar mesazh. Për disa sekonda nuk shkroi asgjë. Pastaj gishtat filluan të lëviznin. Përshëndetje Sara. Jam Arbeni nga universiteti. E di që kanë kaluar shumë vite, por do të doja shumë të flisnim nëse është e mundur. Ai e lexoi mesazhin disa herë. Pastaj e dërgoi. Ora kaloi ngadalë. Arbeni u përpoq të përqendrohej në punë, por mendja e tij ishte vazhdimisht te telefoni. Çdo njoftim e bënte të kthehej menjëherë, por nuk ishte ajo. Derisa në mes ditë telefoni vibroi përsëri. Një mesazh i ri. Nga Sara. Arbeni ndjeu një dritje në stomak ndërsa e hapi. Arben, nuk e prisja kur këtë mesazh. Kan kaluar shumë vite. Shpresoj që je mirë. Për çfarë do të doje të flisnim? Ai e lexoi disa herë. Fjalët dukeshin të thjeshta, por për Arbenin kishin një peshë të madhe. Ai nuk mund ta thoshte të vërtetën menjëherë. Jo në një mesazh. Ai shkroi përsëri. Do të ishte më mirë nëse mund të takoheshim për një kafe. Ka disa gjëra për të cilat do të doja të flisnim. Për disa minuta nuk pati përgjigje. Pastaj telefoni vibroi përsëri. Mirë, shkroi ajo. Jam në qytet këtë javë. Mund të takohemi nesër pasdite. Arbeni uli telefonin ngadalë. Takimi ishte vendosur. Pas më shumë se 10 vitesh, ai do të përballej përsëri me Sarën. Dhe ndoshta me të vërtetën që kishte qenë e fshehur gjithë këtë kohë. Atë pasdite ai mori Danielin nga kopshti. Djali vrapoi drejt tij me një vizatim në dorë. E bëra për ty, tha ai. Arbeni e mori letrën. Ishte një vizatim i thjeshtë, një shtëpi, një pemë dhe 3 njerëz që mbanin duart. Ki e ti, tha Danieli duke treguar figurën më të madhe. Dhe kjo është mami. Po ky, pyeti Arbeni duke treguar figurën e tretë. Unë, tha djali duke buzëqeshur.
Arbeni ndjeu një ngrohtësi të fortë në zemër. Në atë moment ai kuptoi diçka të rëndësishme, pavarësisht se çfarë do të zbulonte nesër. Danieli ishte tashmë pjesë e jetës së tij, dhe asgjë nuk mund ta ndryshonte këtë. Por pyetja që ndishte ende ishte e njëjtë. A ishte kjo vetëm një rastësi e çuditshme e jetës, apo djali që ai kishte adoptuar ishte në të vërtetë djali i tij? Përgjigjja mund të vinte shumë shpejt, sepse nesër ai do të takojë me Sarën për herë të parë pas një dekade. Të nesërmen Arbeni u zgjua me një ndjenjë të rëndë në gjoks. Ai e dinte se dita që po fillonte mund të ndryshonte gjithçka. Për disa minuta qëndroi në kuzhinë me një filxhan kafe në dorë, duke parë përmes dritares. Shielli ishte gri dhe qyteti duke i qetë, por brenda tij mendimet nuk ndalonin. Në tavolinë ishte vizatimi që Danieli i kishte dhënë një ditë më parë. 3 figura që mbanin duart. Ai e mori letrën dhe e shikoi për disa sekonda. Pavarësisht gjithçkaje përshpëriti ai, ti je djali im. Ndoshta jo biologjikisht, por në zemër tashmë ishte. Takimi me Sarën ishte në një kafene të vogël në qendër të qytetit. Arbeni mbërriti disa minuta më herët. Ai zgjodhi një tavolinë pranë dritares dhe porositi një kafe, por mezi e preku. Çdo herë që dera hapej, ai ngrinte kokën. Dhe pastaj ajo hyri. Sara duke i pak më ndryshe nga ajo që ai kujtonte. Më e pjekur, më e qetë, por sytë e saj ishin të njëjtët. Kur e pa Arbenin, ajo buzëqeshi lehtë dhe ju afrua tavolinës. Arben, përshëndetje Sara. Ata u përshafuan shkurt, pak në siklet, pastaj ulen. Për disa sekonda askush nuk foli. Ishte e çuditshme të uleshe përballë dikujt që dikur kishte qenë kaq i rëndësishëm dhe që më pas ishte zhdukur nga jeta jote. Si je, pyeti ajo në fund. Mirë, tha Arbeni. Po, mirë edhe unë. Ata folën për disa minuta për gjëra të zakonshme. Punën, jetën, vitet që kishin kaluar. Por Arbeni e dinte se nuk ishte ardhur për këtë. Dhe në një moment, ai vendosi të mos e shtynte më. Sara, tha ngadalë, dua të pyes për diçka shumë serioze. Ajo e pa me një shprehje të habitur. Çfarë ndodhi? Arbeni mori frymthe. Kur u largove për në Itali dhe kur vendose të mos ktheheshe, kishte diçka që nuk ma the? Sara ngriti vetullat. Nuk e kuptoj. Arbeni u përkul pak përpara. Ishe shtatzën? Fjalët mbetën në ajër. Për disa sekonda Sara nuk lëvizi fare. Pastaj fytyra e saj ndryshoi. Syt ju zgjeruan dhe ajo u mbështet ngadalë pas në karrige. Pse po më pyet këtë, tha ajo me zë të ulët. Arbeni ndjeu se zemra po i rrihte fort. Sepse duhet ta di. Sara e shikoi për një kohë të gjatë. Pastaj uli syt drejt tavolinës. Heshtja zgjati disa sekonda që dukeshin shumë më të gjata. Dhe më në fund ajo foli. Po. Arbeni ndjeu sikur toka u zhvendos në këmbët e tij. Çfarë përshpëriti ai? Sara ngriti syt. Po tha ajo përsëri. Isha shtatzën. Arbeni nuk mund të fliste për një moment. Më kishe thënë se po largoheshe për studime. Edhe kjo ishte vërtet, tha ajo, por nuk ishte arsyeja e vetme. Ajo mori frymthe. Nuk dija çfarë të bëja. Ishim shumë të rinj. Ti kishe plane për jetën tënde. Dhe unë u tremba. Prandaj u largove, pyeti Arbeni. Sara tundi kokën ngadalë. Po. Arbeni ndjeu një përzierje emocionesh. Habia, dhimbja, dhe një frikë që po rritej gjithnjë më shumë. Po fëmia, pyeti ai me zë të dridhur. Sara nuk u përgjigj menjëherë. Ajo shikoi përmes dritares për disa sekonda. Pastaj tha diçka që e bëri zemrën e Arbenit të ndalonte. E dhash për adoptim. Arbeni u mbështet pas në karrige. Për një moment ai nuk dëgjoi asgjë tjetër. Vetëm rrahjet e forta të zemrës së tij. Të lutem më thuaj një gjë, tha ai më në fund. Sara e pa drejt në sy. Kur lindi djali, ajo heshti. Pastaj tha një datë. Ishte njëta datë që Arbeni kishte parë në dosjen e adoptimit. Gjaku ju fton në trup. Sara, tha ai me zë të ulët. Fëmia që adoptuam, djali ynë. Sara ngriti vetullat. Çfarë? Arbeni mezi mundi të thoshte fjalët. Quhet Daniel. Sara u bë e bardhë në fytyrë, sepse ishte njëti emër që ajo kishte zgjedhur për foshnjën para se ta dorëzonte në qendrën e adoptimit. Dhe në atë moment të dy e kuptuan të vërtetën. Djali që Arbeni dhe Elira kishin adoptuar ishte në fakt djali biologjik i Arbenit. Sekreti që kishte qëndruar i fshehur për më shumë se 10 vjet kishte dalë më në fund në dritë. Por kjo ishte vetëm fillimi i një tjetër pyetje shumë më të vështirë. Si do t'ja thoshte Arbeni këtë Elirës? Dhe çfarë do të ndodhte me familjen që ata kishin ndërtuar? Në kafenen e vogël mbretëroi një heshtje gjatë. Arbeni dhe Sara rinin përballë njëri tjetrit, të dy të tronditur nga ajo që sapo kishin kuptuar. Zhurma e njerëzve përreth, tingujt e filxhanëve dhe bisedat në tavolinat e tjera, duke sikur vinin nga shumë larg. Arbeni kaloi dorën nëpër flok dhe mori frymthell. Pra është e vërtet, tha ai ngadalë. Sara ende duke e shokuar. Ti adoptonte djalin tim, përshpëriti ajo. Djalin ton, korrigjoi Arbeni me zë të butë. Sytë e Sarës u mbushën me lot. Për një moment ajo mbuloi fytyrën me duar. Unë nuk e dija, tha ajo me zë të dridhur. Nuk e dija ku shkoj. Kur e dhash për adoptim, më than vetëm se do të shkonte te një familje mirë.
Arbeni e shikonte pa folur. Ai po përpiqej të përpunonte gjithçka. Një dekadë më parë ai kishte humbur dashurinë e parë, dhe pa e ditur kishte humbur edhe një fëmijë. Por jeta kishte bërë një kthes të pabesueshme, sepse ai fëmijë ishte kthyer përsëri tek ai. Si është, pyeti Sara me zë të ulët. Arbeni buzëqeshi lehtë për herë të parë. Është ti mrekullueshëm. Ai filloi t'i tregonte për Danielin. Si qeshte shumë. Si i pëlqente të ndërtonte kështjella me Kuba. Si i bënte 1 milion pyetje çdo ditë. Dhe ndërsa fliste, sytë e Sarës mbusheshin gjithnjë më shumë me lot. Gjithmonë ka menduar për të, tha ajo. Çdo vit në ditëlindjen e tij. Pse nuk u përpoqet ta gjeje, pyeti Arbeni butë. Sara uli syt, sepse mendoja se do t'i shkatërroja jetën. Ai kishte një familje. Unë nuk doja ta prishja. Arbeni e kuptonte këtë, por tani gjithçka kishte ndryshuar. Pas një kohe të gjatë bisede, një pyetje e rënd mbeti në ajër. Po tani, pyeti Sara. Arbeni e dinte se për çfarë po fliste. Duhet t'ja them Elirës, tha ai. Sara tundi kokën. Por kam frikë. Sepse ajo do Danieli më shumë se gjithçka. Dhe nëse mendon se unë i kam fshehur diçka. Sara e ndërpreu. Ti nuk e bër as që të gabuar. Arbeni mori frymthe. E di, por kjo prap do të jetë e vështirë. Atë mbrëmje kur Arbeni u kthye në shtëpi, Danieli vrapoi drejt tij. Babi. Ai e përqafoi fort. Në atë moment, Arbeni ndjeu një emocion shumë të fortë, sepse tani e dinte të vërtetën. Ai nuk ishte vetëm babai adoptues. Ai ishte babai i tij. Elira doli nga kushina. Si shkoi dita, pyeti ajo. Arbeni e pa për disa sekonda. Ai e dinte se nuk mund ta mbante sekret. Duhet të flasim, tha ai. Ajo e vështroi me shqetësim. Çfarë ndodhi? Ata ulen në sallon pasi Danieli shkoi të flinte. Arbeni filloi t'i tregonte gjithçka. Për Sarën, për takimin, për shtatzënin e fshehur, dhe më në fund për të vërtetën. Kur ai mbaroi, dhoma mbeti në heshtje. Elira nuk foli për disa minuta. Ajo thjesht shikonte dyshemen. Arbeni ndjeu frikë, por pastaj ajo ngriti syt. Pra, Danieli është djali yt biologjik. Po, tha ai me zë të ulët. Elira mori frymther. Dhe ti nuk e dije? Jo, të betohem. Ajo e shikoi gjatë. Pastaj një buzëqeshje e vogël u shfash në fytyrën e saj. Sa e çuditshme është jeta, tha ajo. Arbeni u habit. Je zemëruar. Elira tundi kokën. Jo. Ai nuk e besonte. Vërtet, ajo qeshi le. Arben, ne kemi pritur për një fëmijë për vite të tëra. Dhe në fund universi na solli pikërisht djalin tënd. Lotët ju mbushën në sy. Është si një mrekulli. Arbeni ndjeu një peshë të madhe që u largua nga gjoksi. Ai e përshafoi fort. Faleminderit, përshpëriti ai. Disa javë më vonë, ndodhi diçka që askush nuk e kishte imagjinuar. Sara takoi Danielin për herë të parë. Ata nuk i thanë me një herë të vërtetën. Për momentin ajo ishte thjesht një mike e familjes. Danieli u afrua me kuriozitet. Përshëndetje, tha ai. Sara ul në gjuni para tij. Syt i mbusheshin me lot ndërsa e shikonte. Ai kishte të njëjtin buzëqeshje që kishte parë tek Arbeni vite më parë. Përshëndetje Daniel, tha ajo butë. Djali buzëqeshi. Do të luash me mua? Sara qeshi me slotve. Po me shumë dëshirë. Arbeni dhe Elira i shikoni nga larg. Dhe në atë moment Arbeni kuptoi diçka të rëndësishme. Jeta kishte marrë shumë kthesa të çuditshme. Sekrete, dhimbje, vendime të vështira. Por në fund, një fëmijë që ishte humbur dikur kishte gjetur rrugën përsëri drejt familjes së tij. Ndoshta jo në mënyrën që dikush kishte planifikuar, por ndoshta pikërisht në mënyrën që duhet të ndodhte. Dhe ndërsa Danieli qeshte në obor me prindërit e tij dhe gruan që i kishte dhënë jetën, familja e tyre ndonse pa zakont ishte më plot se kur më parë.